Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim e rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet. Për sot kemi përzgjedhur të përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kurani për ahiretin, për jetën tjetër. Besimi në ahiret, pra në jetën tjetër, është një nga shtyllat dhe parimet e rëndësishme të besimit islam. Ai që nuk beson në jetën tjetër, ai është jo besimtar. Kurani e përmend ahiretin qindra herë, duke bërë atë një realitet që e orienton njeriu drejt përgjegjësisë, drejt moralit dhe drejtësisë. Përshkrimet e Kuranit janë të qarta, të ndjera dhe të dizajnuara për t'i hapur njeriu syt në mbi fundin e tij dhe mbi jetën e përhershme ahiretit. Por si e përshkruan Kurani ahiretin? Kurani thot se ahireti është jeta e vërtetë. Pra Kurani e quan ahiretin jeta e vërtetë, ndërsa jetën e kësaj bote e quan kalimtare. Në ajetin 64 të surës Ankebut, Allahu fuqiplot thot: jeta e kësaj bote është vetëm lojë e dëfrim, ndërsa shtëpia, vendqëndrimi, vendbanimi i botës tjetër është jeta e vërtetë. Kjo tregon se ahireti është realiteti përfundimtar, ndërsa kjo botë është pra sprovë për njeriu. Kurani flet për çastin e ringjalljes, që është fillimi i ahiretit, pra fillimi i botës tjetër, jetës tjetër. Kurani i shenjtë e përshkruan momentin e ringjalljes si një ngjarje madhështore dhe tronditëse. Kurani thot se toka do të shkundet, malet do të jenë si lesh i shpurpurisur, detet do të vlojnë, qielli do të qahet, toka do të shndrohet. Në ajetin 1 dhe 2 të surës Waka thuhet kur të ndodh ngjarja, pra ringjallja, ardhjen e saj, askush nuk do e mohoj. Sepse është e vërtetë, është premtimi i Allahut që të gjitha krijesat, të gjithë njerëzit do të ringjallen dhe do të dalin para Allahut të madhëruar. Ndërsa në ajetet 7-8 të surës Kamar, Allahu i madhëruar thot: të gjithë do të dalin nga varret e tyre, sikur po shpejtojnë drejt një thirrësi. Pra ky ajet i bekuar dëshmon qartë se të gjithë pra do të ringjallen, do të dalin nga varret e tyre. Dhe kjo është e pashmangshme, pa diskutueshme,
është absolutisht e vërtet. Kurani na thot se në ahiret, pra në jetën tjetër, njerëzit do të mblidhen para Allahut fuqiplot, pa përjashtim. Në ajetin 47 të surës Kahf, Allahu thot, dhe ditën kur ne do t'i tubojmë të gjitha krijesat. Pra bëhet fjalë për ditën e ringjalljes. Të gjithë për krijesat do të tubohen. Të gjithë do të mblidhen para krijuesit të tyre. Asnjë fshehtësi nuk mbetet e pa deklaruar. Çdo vepër, edhe më e vogla, do të dalë para syve në atë ditë, pra në ditën e ringjalljes. Në ajetet 7-8 të surës Zelzele, Allahu i madhruar thot, kush bën sa një grimc një të mirë, do ta shoh atë, dhe kush bën një të keqe, pra sa një grimc, do ta shoh atë. Pra gjithçka do të shihet dhe do të llogaritet në ahiret, pra në jetën tjetër. Kurani tregon se njeriu në ahiret do të marrë librin e veprave të veta. Pra çdo njeri do të llogaritet në bazë të veprave të veta. Askush nuk mban përgjegjësinë për veprat e tjetrit. Pra gjithsecili do të jap llogari për ato që ai ka bërë. Punëmirët, të djalltët dhe të drejtët do ta marrin librin e veprave të tyre nga e djallta. Siç thot ajeti 19 në surën Haqqa, kush i jepet libri i tij në të djalltë do të jetë i gëzuar. Pra të gjithë ata që e marrin pra librin e tyre nga e djallta, në ditën e llogaridhënies, ata do të jenë të gëzuar, sepse ata janë vepërmirët. Kurse punëqijt, të padrejtët, do e marrin librin e veprave të tyre nga e majta, apo pas shpine. Në ajetin 25 të surës Haqqa, Allahu thot, kush i jepet në të majt, pra libri i veprave të tij, do të thot, sikur të mos më ishte dhënë libri. Pra, do të uroj që të mos i ishte dhënë libri i veprave të tij, se gjithçka është i shënuar në atë libër. Të gjitha veprat e këqija të keqbërësit, të zullumqarit janë të shënuar në librin e veprave të tij. Dhe kur t'i jepet ai libër në ditën e llogaridhënies, pra në ahiret, në jetën tjetër, ai do të uroj, do të thot, sikur të mos më ishte dhënë ai libër. Ai do të jetë i mjeruar, i poshtruar. Ndryshe pra nga punëmirët, të cilët do të jenë të gëzuar për shkak të veprave të mira të tyre. Kurani na thot se në ahiret ka llogari. Dhe ky është momenti i drejtësisë së Allahut, drejtësisë hyjnore. Allahu fuqiplot nuk i bën askujt pa drejtësi. Asnjë vepër nuk humbet. Pendimi dhe mëshira e Allahut marrin peshë në atë ditë. Në ajetin 19 të surës Ali Imran, thuhet, Allahu është llogaritar i shpejt. Kurani na thot se në ahiret ka xhenet dhe xhehenem. Xheneti është përblim për të devotshmit, për punëmirët. Kurani e përshkruan xhenetin me gjuhë të butë, të pa imagjinueshëm për zemrat njerëzore. Thot, e përshkrua pra si kopshte me lumej që rrjedhin.
e përshkruan se në të ka paqe dhe siguri absolute, ka gëzime shpirtërore, ka afërsi me Allahun dhe shoqëri me profetët dhe njerëzit e mirë. Në jetën 71 të surës Zukhruf, Allahu i madhuar thot, në të, pra në xhenet, ka çfarëdo që dëshiron shpirti dhe që e gëzon syrin. Ndërsa në ajetin 25 të surës Bakara, Allahu thot, për besimtarët janë kopshtet e përhershme nën të cilat rrjedhin lumej. Pra, thelbi nuk është vetëm kënaqësi materiale në xhenet, por kënaqësia shpirtërore, lumturia e përhershme dhe takimi me Zotin fuqiplot. Ndërsa xhenemi është paralajmërim dhe ndërshkim për keqbërësit. Kurani nuk e fsheh fatin e atyre që zgjedhin padrejtësinë, mohimin dhe mëkatin pa pendim. Përshkrimet e xhehenemit në Kur'an janë të fuqishme, si zjarri përvolues, dëshpërim, humbje e madhe, largim nga mëshira e Allahut fuqiplot. Në ajetin 206 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot, me të vërtetë, zjarri i xhehenemit është vendbanimi i tyre. Pra vendbanimi i punqive, i të padrejtëve, i mëkatarëve, i mohuesve. Në ajetin 56 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot, lëkura do t'u digjet e ne do t'u japim lëkur tjetër që të shijojnë dënimin. Allahu na ruaj. Pra që i të mërshëm pra është ndëshkimi, zjarri e xhehenemit, për keqbërësit, për zullumqarët, për vrasësit, për kriminalët, për mëkatarët, për jo besimtarët. Qëllimi i përshkrimeve të tilla në Kur'an është qortimi, jo tmerrimi, dhe kthimi i njeriut në rrugën e drejtë, në rrugën e mirësisë, në rrugën e besimit, që ai të bëjë vepra të mira, me qëllim që të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit në ahiret. Kurani na thotë se në ahiret mbizotron drejtësia absolute e Allahut fuqiplot. Kurani nënvizon se çdo shpërblim dhe dënim është i bazuar në drejtësi të përkryer të Allahut, në dije të plot dhe në mëshirë të pakufishme. Në ajetin 40 të surës Nisa thuhet, Allahu nuk i bën asnjë padrejtësi, asnjë krijese. Allahu është e drejta absolute. Ai është i drejti absolut, nuk i bën padrejtësi robëve të tij, por janë njerëzit ata që u bëjnë padrejtësi vetave të tyre. Së fundmi themi se sipas Kuranit të shenjtë, ahireti nuk është mit, nuk është trillim, por është realitet. Është qëllimi përfundimtar i udhimit të njeriut në këtë botë. Përshkrimi i ahiretit në Kur'an shërben si kujtesë që të jetojmë me përgjegjësi, të bëjmë vepra të mira, të largohemi nga padrejtësia, të jemi të vetëdijshëm se gjendja e përhershme varet nga zgjedhjet tona në këtë botë, nga veprat tona në këtë jetë. Ahireti e bën njeriu të ndërgjegjshëm, se jeta nuk mbaron me varrin, por vazhdon me një realitet shumë më të gjerë dhe më të qëndrueshëm. Prandaj, le të mendojmë për atë jetë, le të punojmë për atë jetë, të furnizohemi për atë jetë. Dhe furnizimi më i mirë është devotshmëria, janë veprat e mira.
Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit, qofshim për banorëve të xhennetit dhe larg zjarrit të xhehenemit në jetën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.